Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Podart me Casey. Aty ku ëndrat nuk janë të vogla, por vetëm në fillime. Me mua sot është Hermes Çeku, një djalë i cili është shumë i talentuar në fusha të ndryshme dhe na vjen nga Tirana. Mirë se erdhe Hermes. Mirë se u gjeta. Më thuaj pak, si shkoi rruga sot? A kishte shumë trafik? Rruga kishte pak trafik, por ja dolëm. E po shqyr, pasi vetë shumë e di se ç'kam hequr kur kam bërë kështu, vajtja ardhi nga Tirana deri këtu. Baba. Tani, paka shumë të gjithë e dim që ti je një djalë shumë i talentuar dhe Faleminderit. do t'i cekim të gjitha nga pak. Por le të fillojmë me baterinë. Pse kjo zgjedhje? Kur kam qenë i vogël, i bija të nxjerrave. Merja ato lugët e drurit edhe filloja bam, 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 bam. Edhe prindrit më çuan me një kurs. Tani i provova të gjitha instrumentet, por me baterinë ngela. Po. Të jep shumë adrenalin, ka shumë emocione, edhe i përdor për vete. E po të them të drejtën, e njëjta gjë paka shumë ka ndodhur edhe me mua, sepse kur isha vogël gjithmonë më pyesin Casey për shembull çfarë do për ditëlindjes ose çfarë do si dhuratë, dhe unë për herë i thoja si dua një mikrofon, do një mikrofon, dhe pra kjo ishte kështu e ka paraprir rrugën që edhe ja tani ku jam që merrem me këndim, le ta themi. Je një këngëtare shumë e mirë. Shumë faleminderit. Po, si është i biesh baterisë për ata që se din, përfshirë edhe mua? E po, do forcë, në qoftë se do të bësh një spektakël të madh, do forcë, duhet që emocionet që ke kur del në skenë, duhet t'i përdorësh për baterinë. Po. Mos ki frikë, mos ki asgjë. Por në çdo gjë që ti mund të kesh frikë, mund të kesh emocione, mund të kesh adrenalin, përdori të gjitha në bateri, Po. edhe shpërthe. A është e vështirë për ty që të krijosh një ritëm vetëm në mendimin e dy shkopive, le ta themi? E po, nuk është aq e vështirë, nëse e mendon të futen edhe të dyja këmbët, ke shumë pjesë të baterisë, edhe secila ka personalizimin e tyre, kështu që nuk është shumë e vështirë. Po. Kur e krijon pjesën, fillon edhe të pëlqen shumë, e pastaj vazhdon e krijon, të jep adrenalin shumë të madhe. Po. Fillon e kënaqesh. A ke ndjekur ti ndonjë shembull, le ta themi, baterist ose ndonjë idhull që të frymëzon dhe Tani, unë kam ndjekur Neil Peart. Për mua është bateristi i parë, ka disa solo shumë të bukura, krijon edhe këngë. Po. Bateria ati, kur unë shoh ato solo që bën ai, ku i shef, e ka baterinë andej e këtej, e ka rreth e rrotull, unë se kuptoj asnjëherë se ç'a bën. Që unë jam baterist dhe i di gjitha, por janë shumë të bukura, po. Pastaj është edhe Emil Vergo, që është tani në këtë kohë, i ngjasohet pak me mua. Tund kokën, provon të bëj performanca të bukura dhe i realizon. Por mua më shumë më pëlqen Neil Peart. Po ai është pak a shumë ai që të frymëzon më shumë, apo jo? Po. Po. Po nëse bateria jote do të kishte zë, çfarë mendon se do të thoshte ajo për ty? A e ka okay qafën kë? Or po mirë, po pse më qun kaq fort se u vrava? A vashi çik më lehtë? S'na vrave. Po tani, a mund të bësh një tingull ose një ritëm të bukur në bateri pa e goditur fort? Po, mund të bësh. Goditja fort edhe lëvizja e kokës është më shumë për spektakël. Por edhe nëse nuk bën spektakël, nëse i ke orë të gjata, domethënë 1 orë, 2 orë, tërkohës duke i rënë baterisë, nuk i bie fort. Po, edhe të humbin ato energji. I bie lehtë, po, që mos të humbi energjia, sepse më duhet. Po. Se bateria do shumë energji, me të drejtën. Të them të drejtën, duket kur je në skenë je aq pasionant, le ta themi, dhe i bie me shpirt. Po, cila është performanca jote e preferuar ose që të ka falur më shumë emocion dhe energji? Tani,
kur isha në Elbasan për ditën e verës, luajta në bateri Are You Gonna Be My Girl? Është një këngë shumë e bukur, ku i rash në bateri më dha aq shumë adrenalin, sa që doja ta bëja edhe 30 herë të tjera, por kisha edhe një këngë tjetër, kështu që se bëja dot më. Fatkeqësisht pra. Po gjithsesi mua më doli shumë bukur, njerëzit u kënaqën, disa njerëz aty mbrapa mamas time, than, shif, ua, po si dhem në koka ati, pu. Tërkohës edhe unë u Pra kënaq. kjo që ty të fal kënaqësi për shkak ku njerëzit të pëlqejnë ose thonë fjalë të mira për ty, le ta themi. Po. Edhe nuk është vetëm kënaqësia ime, besoj se është edhe e jotja, besoj se është e çdo lloj artisti. Po, fik. Ti ishe një nga bateristët e X Factor. Po tani që mbaroj, a mund të më thuash se kë kishe pak më shumë të preferuar? Tani për të preferuar nuk është se kam pas ndonjërin. Me Davidin shkoj shumë mirë, kështu që kisha më shumë adrenalin me Davidin se sa me të tjerët. Por, gjithsesi, unë të gjithë i kam pëlqyer aty, kishin zëra të mrekullueshëm. Unë nuk e di fat, domethënë, unë kam qenë këngëtar, kam pas qenë këngëtar, tani nuk jam më, por ato zëra ishin jashtë mase të bukur. Sidomos i joti. Faleminderit. Por nuk zgjedh dot asnjërin. Po, faleminderit që u tregove shumë i sinqert. Nuk ka problem. Ata shkopin duket se vuajnë shumë. A ka ndodhur që të thënë ndonjëherë në sken dhe si dole nga situata? Prit tani. Bëjmë gati, qik. Tek tegu, kam qenë me 39 temperaturë, edhe shkova të ndizja dritët e pemës vitit 3. Po. Edhe aty duhet të luaja me bateri për t'i përshëndetur të gjithëve, gëzuar vitin e ri. Edhe kisha 2 këngë. Këngën e parë e luajta, por nuk mjaftoi se unë isha me 39 temperaturë. Mu thy shkopi në 3 pjesë. Shkoni fëmijët me kap pjesët e tjera, disa fëmijë tjerë, shife ju thy shkopi, po qa të bëj ai, qa të bëj? Unë vazhdova, aty kur kisha një moment që dora e djathtë mund të lëvizte, e ktheva shkopin në anën tjetër sepse nuk dëgjoheshe. Edhe vazhdova, nuk e lash këngën. Qëshë bëra veç me një shkop? E bëra me një qerek shkopi, po. Një shkop tamam, një qerek shkopi tjetër. U që në vend që t'i bija kështu si gjithmonë, i bija kështu. I afrohesha kësajt sepse nuk kisha vend. Por, ja doli shumë mirë. Unë fillova duke qesh pastaj. Mbasi e mbarova, disa bateriste që ishin aty, fillon duke thënë e qave, si e kape atë moment, u çuditën se si e mendova në sekonda. Atë. E po të paktën e pas ke marrë me pozitivitet. Po, shqyqyr. Po, që ta mbylli me baterinë, a e rankuar ndonjëherë ato fëqinjtë e tu për zhurmën e madhe që ti mund të krijosh në shtëpi, apo tani janë për gjithë fansat e tu? Tani, ato komshiun tim që e kam mu afër shtëpis, e kam pak zevzek, por ato që i kam poshtë që e dëgjojnë këmbën, bum, i kam bërë fanca. Kështu që jam okay. E po, tani mendoj se erdhi momenti që ne të dy të bëjmë një lojë të vogël. Rregulli është që unë do të bëj një pyetje dhe ti do të përgjigjesh shpejt dhe mund të sjellësh vetëm një përgjigje. Okej? Okej. Filmi që ke parë më shumë kur ke qenë i vogël? Spider-Man. Filmi më i bukur për mua. Personazhi animuar që të pëlqen më shumë? Aqua nga Oshinoko, më pëlqejnë shumë filmat japonez prandaj. Pralla që të ka treguar mami kur ke qenë i vogël? Mua në fakt mi tregonte gjyshe për rallat, edhe për ralla ime preferuar ishte një zog i vogël, vinte te diktarja sepse kishte ftohtë. Edhe ishte shumë e bukur. Këto i shpekteve të gjysha apo? Po. Cila është loja që të pëlqen më shumë të luash në natyrë? Basketbolli. Jam fans. Ushqimi që se ke provuar ndonjëherë dhe që do ta provosh? Që dua ta provoj më fiq, në fillim mua më janë dukur shumë të shpifur. Si bën ndonjëherë fiq? Jo, asnjëherë. Wow. Nuk është se më duken të mira,
Por tani duke e pa gjyshen gjithmonë që i han, dua t'i provoj dhe unë. Më duket shumë çuditshme që si ke provuar ndonjëherë, por Asnjëherë. mendoj se tani do të sjell disa gjëra dhe të më thosh nëse ke provuar ndonjëherë apo jo. Okej. A i ke provuar ndonjëherë ëmbëlsirë nga shtëpia e brumave? Njerë faleminderit edhe jo. E po, provoje pra. Ja, ti provoj. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Po ku është kjo? Mund ta gjeni përballë kompleksit Doko. Është pak larg, por ama ja vlen. Duket. Check this out. Okay, I look good. okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Kam parë në Instagramin tënd që ti ke shef të bësh edhe shumë piktura. Po tani, nga njëra anë piktura dhe nga ana tjetër bateria. Nëse këto të dyja do t'i vjen në një peshore, ku mendon ti se do të tanonte ajo më shumë? Tani me thënë të drejtën, pikturat janë shumë të bukura, por duhet të ikim me baterinë, sepse bateria është dashuria ime e parë. Edhe nuk duhet të ikim as palestër, sepse aty e kam. Fiks. Po, si të ka lindur pasione për pikturën? E po, para një viti, mësuesja ime e shkollës donte një pikturë nga unë që ta çonim te kryeministria. Gjyshja ime në fillim mendoi se nuk do bëja gjë, kështu që më tha, hajde shkojmë blejmë aty një pikturë edhe Po, ta tregoj mos u lodh fare, fiks. por E unë mendoj se një gjë koti pak a shumë. por unë vazhdova dhe e provova, mami ma incinzoi dhe në fund fare më doli shumë e bukur saqë edhe gjyshja ime vazhdonte dhe shikonte ato videot, edhe pse ishte e incizuar që e kisha bërë unë, akoma nuk e besonte. Po. Edhe tani ajo piktura është mu përballë te dera e drejtorit. E ka drejtori im i shkollës. Hap derën e ke mu përballë. Po, gjithashtu kam parë që ti merresh dhe me aktrim. Po me aktrimin ç'patet xhanëm? Kam pas gjyshen aktore, edhe mua më pëlqente shumë të aktroja. Rria gjithmonë në shtëpi dhe kur gjyshja më bërtiste, unë i thoja, po nuk është faji im. Edhe se që gjeja disa lloj fjalësh, shikoja vetëm nëpër YouTube për ndonjë gjë shkence, sa herë që qaja, gjyshja më thonte pse je tu qajt? O gjyshe, po nuk jam tu qajt unë, po kam 70% ujë të trupi dhe prandaj duhet i nxjerri se kam pi ujë. Dhe se ku i nxjerr nuk e di fare. Por u kënaqa. Pra kështu ka nis pasioni për aktrim. Po. Po planet e tua për të ardhmen, ku qëndrojnë? Pra, në të cilën fushë dhe a mund të ndash diçka me ne? Tani shpresoj në fushën e arteve, sepse aty është vendi ku unë e shikoj veten. Më pëlqen shumë arti, kështu që shpresoja të isha një lloj artisti. Bateria më pëlqen shumë, më të thënë të drejtën, më pëlqen shumë të bëhem një aktor. Edhe sepse është shumë e bukur. Po. Edhe nxjerr emocionet, kur ata të thonë që të aktrosh, ti edhe mund mos të aktrosh, mund të mendosh një gjë si ai moment, që edhe mund ta kthesh atë mendimin, mund ta kthesh në një aktrim, edhe bëhet fantastike. Po. Të them të drejtën për eksperiencën e aktrimit, jam shumë dakord me ty pasi edhe unë kam nisur përpara se të këndoja, kam nisur në fillim me aktrimin. E vërtet? Po, të them të drejtën. Kam marrë pjesë në 2-3 filma dhe të fal një kënaqësi aq të bukur, një pozitivitet edhe të bën të aktrimit të fal atë që ti mund të jesh vetvetja në ato momente. Edhe mua më pëlqen shumë që pse jo edhe unë në të ardhmen të merrem me fushën e artit si aktrimi, këndimi, piktura, pak a shumë njëjta gjëra si ty.
janë të bukura. Më fal, a mund të bëj një aktrim këtu? Po, pse jo? Faleminderit. Kjo është për prindrit tanë emigrant. A i keni vënë re që prindrit tanë emigrant nuk plaken kur emocionalisht? Baba im është 65 vjeç, por sillet si kur unë jam 12 vjeç. Jam 30 vjeç. Ku po shko? Jashtë. Me kë? Me shoqërinë. Me çfarë shoqërie? Po shoqëria u ba njerëz. A janë shqiptar? Do me thënë, nëse nuk janë shqiptar, automatikisht janë problem. Dhe gjithmonë ajo fjala klasike. Unë nuk të them se çfarë të bësh, por... Kur thot por, dije që jeta jote mbaroi. Faleminderit. Wow, Hermes, thëmë drejtën, kur po flisja, vetëm se të kisha përballë, po nëse do isha diku, do kujtoja se ku ishin dy persona ndryshëm që po flisni. Faleminderit. Të përgëzoj shumë edhe nuk e di nëse do të ndihmoj edhe mua për ndonjë kurs aktrimi ndonjëherë. Sigurisht, pse jo? E po, Hermes, për mua është një kënaqësi shumë e madhe që të njoh dhe të kam mik, pasi duke ditur se ti ke shumë vlera artistike dhe së pari je një person shumë i mirë. Faleminderit. Dhe doja të ngjoja le ta themi një mesazh nga ty, pasi ti ke pak a shumë më shumë eksperiencë në fushën e artit dhe ke kaluar pak a shumë disa sprova, dhe doja shumë që të dëgjoja një mesazh për ty për gjithë fëmijët të cilët kanë frikë të guxojnë ose nuk kanë edhe mundësi që ta ndjekin artin, ndërsa ti je njëri për tyre që gëzon, le ta themi, gëzon disa talente të ndryshme. E po, tani, e mira është që mos të kenë frikë për të bërë atë gjën që ata duan. E mira është ta ndajnë me të tjerët, ta ndajnë me prindrit, me shokët, ta ndajnë me ata që kanë afër. Edhe në qoftë se të pëlqen të bësh një art, provoje. Mos ri duke menduar, jo, nuk e bëj dot, jo, s'kam kohë, mos i justifiko. Qoftë ti e dëshiron qoftë ti dëshiron ta bësh atë gjë, ka kohë, ka gjithmonë kohë. Jeta është e gjatë, por edhe nuk dihet se kur në mbaroj. Kështu që e mira është që ta bësh ëndrrën tënde. Ta bësh atë që do, po. Të falenderoj shumë Hermes që ishe pjesë e podcastit tim dhe e shijova shumë të gjithë bisedën që bëm bashkë, dhe pasi në X Factor nuk patëm mundësi që të performonin bashkë, shpresoj shumë që tani afër pse të kemi një bashkëpunim së bashku, si mendon? Sigurisht. E po the një herë shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit tim dhe mirë takofshim sërish. Faleminderit ty Casey që më ftove këtu. Jam shumë i kënaqur që erdha, edhe për atë bashkëpunimin një telefon edhe. Hermes. E po patjetër që do të marrë në telefon dhe shpresoj të shihemi sa më shpejt. Ndërsa bashkë do të shihemi në episodin e radhës në Elbasani On.